Në aksin rrugor Shirok Zogaj vijojnë punimet për përmirësimin dhe zgjerimin e infrastrukturës. Projekti parashikon asfaltimin e plotë të segmentit, ndërtimin e trotuareve dhe ndriçimin rrugor me qëllim rritjen e sigurisë dhe zhvillimin e turizmit në zonë. Punimet po kryhen me intensitet ndërsa banorët dhe bizneset e zonës shpresojnë që përfundimi i tyre të sjellë lehtësira në lëvizje. Punimet ecin shumë mirë, me thënë vështirësi ka sa është terreni shumë i thym. Ka dhe lëvizje mjeta që ka kanë verë, po më mërmendja që shpejt bëhet me hedhë dorën e parë të asfaltit, me na mujt e gjys. Punimet janë cilësore për arsye sepse këtu kontrollohen çana me inxhinier për ditë. Për ditësh janë të ecë mirë, janë kanë punë boll, se janë dëgjone që janë rrugë, do të muqun net, anësohet mali rrugët e poshte. Rruga Shirok Zogaj, pika re kufitare me malin e zi është pjesë e mozaikut të investimeve në bregun perëndimor të liçenit të Shkodrës. Kjo rrugë pritet të rrisë turizmin në zonë, përveç ndikimit për akses më të mirë në infrastrukturë të komuniteteve lokale.